Të dashur miq, pas një periudhe të shkurt kohore, unë prap jam qeshin e Prishtinës, prap jam me Kosovajin fën. Kena shumë gjana për të thane, për të baj, për të fole, për diskutu bashkë me ju. E di që ju ka marrë malli për të keshmën teme, për pyetjet e mia dhe për shumë gjana. Unë sot nuk pe di a jam New York, a jam Londër, a ku jam, o Allah, as në Gjermani, që si luhaje s'keni mujt me pa. E pas kanë heshu. Kënena thojnë s'kena qeveri, kënena luhaqin, pa zaher, që kje pjav merment, që kje rot, pjav merment politikanve, edhe për na shkojnë ketë punt rëtëm rot. Kush s'po di se sa po shkën rota. Nuk e di a sillet kjo veç më një anë, a sillet në dy anë. Se mos sillet në dy anë të ma mirë, se ka një herë e mledh, tjetrën e shlidh. Po, shkojna sot në qeshtë Prishtinës, edhe pse janë temperaturat shumë të larta, na jena këtu me shumë gjana interesante. Une kam shumë gjana për të thonë, kam pa shumë media që kanë shpekulu për kushtrimin, kam pa shumë media që kanë shpekulu edhe për kolonat në kufi, rena. Njerëz unë ka marrë me makinë, kun s'kena prit, as ka pas kolon, as nuk ka pas kur gjo, kështu që nuk e di ka i marrin këto informata, këto dezinformata, jo po të kontrolleshin, jo po ta lypshin edhe Facebookin, po isha shka kanë më ma ba policia like në Kosovajin, po. Kështu që unë ju thëm, inshallah ju fladit klima, mun pas ka marrë malli për sheshin e Prishtinës, për sheshin e Gjelbërt, një shesh me shumë energji pozitive, e kështu që ju thëm njerëz, hajdi se vërtet kena më kënaq këtë pushim sa jam në Kosovë. Shëlligon, më falë se për parimi së më këpta se kjo s'dhe me fol gjermanisht.